Një ndalesë e shkurtër para shkrepjes së fotës zyrtare. Në këtë atmosferë solemne, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dekoroi personalitetin ndërkombëtar të sportit, Hasan Arat, me medaljen presidenciale. Dekorata ju dha si vlerësim për kontributin e tij dhe për kushtimin në procesin e kandidimit të Kosovës për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Ai u shpreh krenor për medaljen duke theksuar se mbështetja për Kosovën do të vazhdojë. It's a great honor for me to have. Do t'ju përgëzoj për arritjen tuaj për organizimin e lojrave mesdhetare në Prishtinë. Ne do ta mbështesim gjithmonë këtë ngjarje dhe ajo do të jetë një trashëgimi e madhe për popullin e Kosovës dhe ju do të jeni krenar për të. Osmani theksoi se Arat ka qenë një mbështetës i rëndësishëm i Kosovës në një prej proceseve më të rëndësishme sportive për vendin. Kjo përfshirje dhe ky angazhim kanë kulmuar me kontributin e tij vendimtar në procesin e kandidaturës së Kosovës për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030, një moment historik për shtetin tonë dhe për sportin kosovar. Arat është ndalur te dashuria e popullit të Kosovës për sportin, duke e cilësuar atë si një element kyç që lidh shoqëritë dhe shtetet mes vete. Populli i Kosovës e do shumë sportin dhe sporti është një dialog ndërkombëtar që lidh vendet dhe njerëzit me njëri tjetrin. Ju e keni parë kur morët medaljen e artë në vitin 2016. Njohja e Kosovës ishte një nga më të mirat në atë kohë. Përndryshe, Kosova do të jetë organizatore një ngjarje të madhe në vitin 2030, duke ngritur nivelin të infrastrukturës në vend.